dyshi makinave, parkimi dyshi në politikën shqiptare. Shumë e bukur. Zoti Qafoku, dysh kanë bashkuar 35 vite. Dhe ata do gjobisin, po do të heqin patentën dhe do zhvlerësojnë çdo shoferi që bën atë parkimin dysh, nëse ai do ketë një emergjencë. 2 patenta kanë zoti Rama, zoti Berisha. Zoti Basha që kishte një lej qarkullimi ja hoqën. Jo, me sa di unë zoti Berisha, zoti Rama nuk kanë patent fare. Nuk kanë lej qarkullimi fare, se nuk di patent politike se patent politike. Okej. Ndërsa lidhur me dy ngjarjet më të rëndësishme, kushtetuesja dhe Ballukun, kam një me drejt zoti Gjoni këtu tha që është skeptik, ky është jurist dhe i njeh dhe ka dhe atë nuhatjen e juristit se çfarë ndodh. Tani, nëse është e vërtetë, unë nuk jam i sigurt sepse informacionet që më vinin që mund ta çojnë dhe Komisionin e Venecias, kjo do ishte akoma më e rëndë, Andrea. Para të rrihjes për vendimin mund ta kishin thënë. Sepse zgjatja në këtë formë e çojnë se është sui generis, ekstra procedurale. Normalisht duhet ta kishin që në momentin që është shtruar kërkesa, kishin drejtuar pyetjet dhe mbi bazën e pyetjeve ishte zgjidhur. Kishte ardhur një kjo zgjatje kaq shumë. Prit tani se ka protest PD-ja se mos dalim një ditë para të mbaroj protesta, prit të revolucion e mandateve, prit të miratohet kodit penal. Domethënë kjo është ka kaluar vizë e kuqe. Nuk është një diçka që nuk arrita ta perceptoj, ta konceptoj se si gjykata kushtetuese që kanë të vetmen punë për të shqyrtuar këto çështje madhore, po e theksoj këtë, madhore për politikën, po edhe për Shqipërinë, dhe ata thonë tani që prit. Po sa do presim zotërin, sa do presim, sepse Shqipëria politike nuk është e qëndrueshme. Ne jemi një vend i brisht në politikë. Dhe ndërsa tjetra, Partia Socialiste ka prishur edhe standardet që ka krijuar vetë. E ka shkatëruar. Tani, a ka ironi më të madhe? Zoja Balluku mund dalë dhe pa fajshme. Nuk ka mund ai që përcaktoi fajtore Zoja Balluku. Nëse dikush bën politikanësh e drejtë e tij, po ne duhet kemi edukatën që të themi që Zoja Balluku ne nuk e dimë është e fajshme apo jo. Por ka një moral. Tani Partia Socialiste që e vendosi si standard këtë gjë, sot do të thonë ironia është që Zoja Balluku çdo ditë ka status dhe jep moral se çfarë ka bërë Partia Socialiste. Zonjë, të lutem. Tani tani në njëri që ka afër aty duket, Andrea ka dhe një kuptim tjetër aty që të gjithë njerëzit që i rrin pas nuk i thonë njëri, ka në djalë të mençur atje, në një zonjë të mençur, ti thot, o zonjë, ik jep dorëheqjen. Bomo. E tha dhe luti, unë e kam thënë 100 herë, Lut Dervishi se ne gazetarët e vjetër i mbajmë këto. Ja vendos sa standarde në politikën shqiptare, Andrea. Tani Shqipëria politike kështu ka qenë, lart, poshtë, ulur, ngriu, po tani Ilir Meta ka dhënë dorëheqjen. Edhe në politikën amerikane janë ndosur sa standarde, po Trumpi po i tejkalon ato, mbas është ky model, zoti Qafoku. Tani ta bëjmë siç e tha ai, kemi një koleg aty te dritarja që tha Trumpi po kopjon Berishën, që kemi qesh me lot, domethënë. Tani nuk është kjo për të bërë krahasime. Por derisa ne kemi vendosur disa standarde, Ilir Usmani dha dorëheqjen që as e kërkoi kush, as e vuri dikush në presion, as i tha kush. Fare as çështje penale, as e fitoi ai tendrin, po nuk e fitoi tendrin, dha unë për hir të moralit dha dorëheqjen. Ilir Meta nuk e kërkoi njerin prokurimën, se nuk është vetëm ai zëvendës kryeministri tani. Edhe ka pasur një çështje tjetër të vagonave në vitin 98 kur ishte zëvendës kryeministri me Majkon. Ore shkoi vetëm prokurori, tha ore doni t'jap dorëheqjen, tha jap dorëheqjen iki. Tani, këto i kanë vendosur vetë politikanë shqiptarë. Në 2026 nuk e mendon njëri Andrea që një zëvendës kryeministër i partisë së pushtet me gjitha këto përfolje, skandale, hetim në SPAK, ajo të thotë të japi status del mëngjes, thot jam krenari për punën që ka bërë Partia Socialiste. Lutem. Aq më tepër që më fal zoti Rama në Asamblenë Parlamentare të Partisë Socialiste dhe disa herë në grupin parlamentar ka deklaruar që nuk bëhemi avokat të asnjë deputeti ose zyrtari të Partisë Socialiste. Fakti që çohet padia nga kryeministri direkt në gjykatën kushtetuese tregon që Spartak Poçi, më fal dhe një gjë, Spartak Poçi, një nga personalitetet e Partisë Socialiste që nuk është më aktiv tani, më tregoi një ditë në intervistë, shikoj çfarë tha. E kishin vendosur, tha, në kryesi që çdo ministër i qeverisë Nano në atë kohë, edhe Majko dhe Meta,
sikur të përflite, të kishe një shkrim në një gazetë, ai duhet të jepte dorëheqje. Ishte taksative kjo, tha. Sigurisht nuk është shkojtur dikush, po ne bëjmë një rregull moral me njëri tjetrin. Të jepte dorëheqje. Ndërsa kjo tani, kjo është e pa konceptueshme se çfarë ndodh. Zoti Afani. Për kë? Një pyetje edhe për ju, për çështjen e mandatit. Parkimin e dy fisht. Në për parkimin e dy fisht, tani kjo puna e mandatit... Ecni më shumë se sa parkoni dy fisht, kështu që... Pasi se kuptoni... Ato... Shiko, kjo puna e mandatit u duk qartë të zi që do shtyhesh në kohë, do më thënë, që në momenti ku u lidh procedura, pra mënyra që e mbrojtjes i bëri Rama publike, ishte lidhte vendimin e gjykatës kushtetuese, e lidhte me çështjen e kërkesës prokurorisë për heqjen e imunitetit, që normalisht janë dy procedime ndryshme dhe nuk mund të lidhen me njëri tjetrin. Njëra është për një çështje tjetër, tjetra ishte për një çështje tjetër, do më thënë, që në atë moment u vure që Rama kërkonte të fitonte kohë. Problemi pësaj është tek pikpyetja për gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ka kuptim, domethënë që të ri kaq gjatë për të marrë një vendim tillë. Por ju duhet të kishte edhe Po duhet të kishte marrë sepse është urgjente, edhe për më tepër kur bëhet fjalë, kur kërkohen masat e sigurisë, janë emergjente masat e sigurimit, po themi, ose të masës arrestit apo një masë tjetër sigurie që kërkohet. Sepse nuk ka kuptim të japësh ti pas një viti. Personi ndërkohë mund të ketë kryer prapë vepër penale, mund të jetë për një masë tjetër. Pra, gjithçka është emergjente në këtë rast. Dhe fakti që gjykata kushtetuese u vënua kaq shumë për këtë çështje, domethënë ngre pikpyetje mbi vetë gjykatën kushtetuese, që unë dyshoj domethënë se sa taft janë ata gjykatë kushtetuese kur nuk japin dum mandatit të vetë tyre që shkojnë për tek domethënë Komisioni i Venecias. Mbase kështu mund të bëjmë edhe që ta shkrim fare gjykatën kushtetuese dhe të kërkojmë sa herë bie ky muhabet shkojmë te Komisioni i Venecias, na bie më lirë, domethënë, mos paguajmë muaj për muaj ata gjykatëse. Po patjetër, është si për palve, domethënë Komisioni i Venecias nuk ka emërim nga Parlamenti shqiptar ose nga emërim nga politika, kështu që mund të jetë më mirë. Po nuk jo, ata punojnë si thua me komisione, pra në momentin kur mblidhen kanë ato shpenzimet e tyre dhe pastaj ata largohen. S'ka nevojë që ju japësh rrogën muaj për muaj dhe pastaj mos të di ai mbaroi mandati apo si mbaroi mandati. Domethënë, ajo që unë shikoj tani dhe që është më keq është që këtu kemi një kalbëzim total të çfarëdo lloj gjëje që ka prekur kjo qeverisje. Dhe kjo është më e frikshme sepse ka, domethënë, ty të ka çeduar gjykata kushtetuese, ty të ka çeduar domethënë ajo që është sipër, ekzekutivi në mënyrë pushteti i pavarur. Po ka futur duar sepse ka emërime nga Parlamenti gjykatë kushtetuese. Pra aty ku ka futur duar Parlamenti, në këtë rast ka këtë problem. Aty ke ekzekutivin i cili të ka çeduar komplet. Ti ke edhe elemente si puna e drejtorisë policisë apo policisë që të ka çeduar. Do ndalemi edhe tek gjithë ato. Çfarë do lloj gjë, kështu që këm duket sikur është në këtë të katërtën, domethënë në këtë mandat të katërt, duket se e vetme gjë që mund t'i ofrojë Rama të tjerëve është vetëm një shkatërim total. Pastaj për sa i përket pjesës që përket në një farë mënyrë edhe Meta në 2011 i tha kokë palarët për ata të PS-s, nëse e mbaj mend. Pra për ata që protestuan në 2011. Dhe në një farë mënyre edhe PS-ja në atë kohë, domethënë tani që ishan ata që sulmuan ose forcat e policisë, në 2011 ishte vetë policia që vetë PS-ja që sulmoi godinën e kryeministrisë. Pra, në një farë mënyre kjo puna e epiteteve për, domethënë, që në koha, shikoj që ne kemi trashëguar një gjë shumë të keqe që nga 1990 kur ata që u larguan në korrik u quajtën mbeturinat e shoqërisë, jashtëtë e shoqërisë. Domethënë që nga ato 1990 e këtej ne kemi trashëguar këtë mentalitet. Dhe është ajo sepse e ka thënë njëri se e ke në Zoti Malaj. Është një gazetë. E ke në gazetë. Këndi juaj? Për këtë debat, kur kolegu përmendi rastin e Metës, dhe është e vërtet, një moment. Por në politik, nëse do vetëm të mbjetosh dhe të gjesh barazdin që këtë e përdori dhe ai tjetri, ne i themi që të justifikosh qëndrimin tënd në gabimet e tjetrit në politik, kur na trajnojnë, është si të lash veten me ujë pa pastër. Pra, ne nuk mund të justifikojmë që me që Berisha ka qenë shumë i ashtë në protesti deri dhe me arkivoltë dera kryeministrisë,
apo se me ta i quajti ata kokpalar, që ne tani të vazhdojmë të gjuhë për çmuse në një ambient që është i nxehur nga pikpamja sociale, ka varfëri që nuk po trajtohet si misioni kryesor i qeverisë, ka braktisje të vendit, ka mungesa jetike që janë baza e piramidës të nevojave ku çdo qeveri dhe çdo qeveritar duhet ta ketë tavolinë, që është ushqimi, është drita, është uji, arsimimi. Pra, ne nuk kemi qeverisje bazuar në këtë parim të madh. Ne kemi qeverisje, do bëj 50 kulla, do bëj 50 kulla. Do bëj kullën me Vlorë, do bëj. Po se janë pa ujë banorët e Vlorës, s'ka gjë. Ajo zgjidhet, po kulla duhet të jetë mirë që ta shikojnë të tjerët. Jo, nuk është kjo. Dhe për këtë arsye, e para nuk duhet të përdorim si argument çfarë kanë thënë të tjerët për përligjur veprimin tonë. E ka me Taulandi, nuk e ka me kolegun aty. Dhe e dyta, duhet kuptojmë që jemi në krizë. Në qoftë se ne e perceptojmë Shqipërinë ashtu siç do ta prezantoj media proqeveritare, nuk është ai realiteti. Dhe alarmet që jepen nga institucionet më të mira ndërkombëtare janë shumë kritike. Edhe dje Bergji paralajmëroi për krizën demografike. Ne do mbetemi pa fuqi punëtore. Njerëzit nuk rinë në Shqipëri ose se duan Shqipërinë. Por kur Bashkia e Tiranës thotë që në 2025 unë kam realizuar 200% gjoba, ato janë pjesë arrogancës së shtetit, dhe element të tjerë kritik. Në qeveria kemi bërë debat dhe atëre për ata që nuk paguanin dritat. Vajti qoj deri në Burg, pati dhe njës që vdiqen, sepse në parimin e qeverisës, qoftë do të bësh një reformë që të funksionojë më mirë, gjëja e parë që theksoj dhe tani për inteligjencën artificiale është mendohu cilat janë stresat sociale që do t'i mbrosh. Se që reformat kanë kosto, po ti nuk mund t'i pengosh se kanë kosto. Por në qoftë se ti bën reformë, ose një veprim, marrim ata të 5 majit, që duhet dilin mes dhjetorit, ata dhe ku do shkonin, që ajo nëna me fëmijë të vogël qande me pikë të lotit, me drejtën e saj. Në qoftë se ti do që të bëhet infrastruktura publike, ajo ka prioritet kushtetues. Do apo s'do banori, ajo do bëhet se ndikon të gjithë. Por që ti prishë shtëpi në mes të dimrit, të palcës së dimrit, dhe të mos japësh asnjë mundësi tjetër, kjo pastaj nuk është qeverisje, kjo është arrogancë. Dhe për gjitha rastet që veprojnë kështu. Kështu që unë krizën më të madhe që shoh në vendin tim është që ne nuk e po e shohim në sy krizën demografike, nuk po e shikojmë në sy rrisjet që na thot FMN-ja, Banka Botërore, Bashkimi Evropian, dhe shoh dhe një arrogancë në rritje që nuk e ka pasur që në fillim rilindja, që tashmë nuk pyet as për këshillat e tyre. Qoftë ata i thonë mos bëj një listë ka efekte negative në pastrimin e parave dhe pastrimet kriminale, në paranë kriminale në ekonomi, ai e bën. Qoftë se Banka Botërore i thotë që ka vite që evonon ligjin për sigurimet në bujqësi dhe për emergjencat natyrore, që vetëm për një përmbytje, nuk e dim sa do kemi akoma, janë 300 milion euro. Kjo do të thotë që nëse ti e ignoron Bankën Botërore, në thelb i ignoron problemet e mpreta që krijojnë vendin tënd. Sepse fatkeqësitë natyrore, një individ e lënë të varfër, një familje lënë të varfër, po dhe taksa paguesit janë 300 milion euro, nga do dalin ato. Kështu që në këtë aspekt, qeverisja është përgjegjshmëri. Çfarë do shkojnë ato 300 milionë euro? Ata do shkojnë për blerë zgjedhjet e 2027-s, ju e dini shumë mirë, që në çdo fatkeqësi këtu blihen zgjedhjet, siç u blen me rindërtimin e tërmetit, dhe në çdo fatkeqësi tjetër, Partia Socialiste, kjo qeverisje, Rilindja, blen zgjedhjet me fatkeqësitë. Dhe ka treguar në 2021 me tërmetet që bleu duke quar njerëzve nga 1.000 euro në llogari bankare në prag të zgjedhjeve dhe në çdo fatkeqësi kombëtare apo lokale, si kjo e përmbytjes, do jepen në 2027 këto 300 milionë, sepse duhet për vota. Dhe kjo është skema më kriminale që do të Talim ta përfundoj zoti Malaj. Dy gjëra i dashur. Nuk është puna vetëm të PS-ja. Unë kandidova i pavarur Vlorë 2013. Votat u bodën me miratimin e plot të përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Edhe votat që viden tani. Nuk viden se PD-ja nuk i mbron dot. Por ata që përfaqësojnë PD-n në këto komisione janë të parët situash të fokusuar nga majoranca për t'i blerë